Shkrimtari i famshëm rus Lev Tolstoj në shekullin e kaluar shkruante këto fjalë: Të gjithë mendojnë ta ndryshojnë botën, por askush nuk mendon të ndryshojë vetveten. Po në shekullin e kaluar edhe më i famshëm do të bëhej një tjetër njeri, Mahatma Gandhi nga India, i cili do të njehej prej Indisë si ati i kombit, e ky thoshte: "Je ti ndryshimi që dëshiron të shohësh në botë." Këta njerëz e shumë të tjerë si ata i kanë rënë në të asaj që Krishti ka dashur të thoshte kur predikonte: "Mbretëria e hyjit është afër, kthehuni e besoni Ungjillit." Kthehuni, se u afrua mbretëria e hyjit, thot edhe shëngjon pagzuesi në Ungjillin e sotëm. Gjoni, e shohim nga pjesa ungjillore, ishte një njeri i ashpër me vetveten e tij, me ata që e afroheshin me sa duket, por një ashpërsi që nuk linte nga ndonjë urrëtie depresive ndaj vetvetes, apo nga ndonjë urrëtie për ndonjë njeri tjetër. Jo, urrëtia e Gjonit ishte për mëkatin, qoftë tek mëkati që gjente në vetvete, ashtu edhe tek tjerët. E luftonte përjerjen për të bërë mëkate që njeriu e ka trashëguar nga prindët e parë. Gjoni nuk ishte i zënë pa mëkat, siç është zoja bekuar e Jezusit. Prandaj i duhej edhe atij të luftonte me këtë përjerje brenda vetes për të rënë në mëkat, e dëshironte t'i ftonte në këtë betejë shpirtërore edhe të gjithë dëgjuesit e vet. Prandaj në predikimet e veta Gjoni dukej i ashpër, sepse dëshironte të ngulte këmbë tek nevoja e largimit nga mëkati. Duhet të jetë e qartë, sa më e qartë tek njerëzit që kërkojnë Zotin, një nevojë e tillë. Përndryshe nuk është e mundur që të kapet, të shihet, të preket hiri i hyjit që është pranë nesh. Gjoni e dinte se nëse nuk ndodh një largim i tillë nga mëkati, nuk do të bëhej e mundur takimi me birin e hyjit, i cili tashmë gjendej në mesin e njerëzve. Thoshte Shën Augustini i Pons: "Hyjit ka krijuar pa pas nevojë për ty, por nuk mundet të të shpëtojë pa pas nevojë për ty, sepse na ka krijuar të lirë dhe Zoti e respekton lirinë tonë." Nganjëherë kur themi se Zoti i kthen mëkatarët e mllënj, duhet të kemi shumë kujdes të ecim ngadalë në këtë pikë, sepse kjo gjë nuk duhet të nënkuptojë ndonjë ndërhyrje arbitrare nga ana e hyjit në jetën e disave, por duhet nënkuptojë faktin se këta mëkatarë vepronin ashtu nga që u mungonte drita mjaftueshme në jetë. Kur hyj pastaj e dhuronte këtë dritë, ata si thosh ndryshonin jetë sepse vepronin ashtu nga mosnjohja e jo nga ngurtësimi i zemrës. Gjoni dëshironte të sulmonte ndërthojza pikërisht ngurtësinë e zemrës. Me këto mesazhe të tija, Gjoni kishte bërë për vete shumë njerëz në mbar Izraelin. Thot pjesa sot me ungjillore: "Asoherë vinte tek ai Jeruzalemi, mbar Judeja dhe e gjithë krahina e Jordanit." Mu personalisht më pëlqen një detaj shumë interesant që thuhet diku në ungjij, se njerëzit e dinin se Gjoni nuk kishte bërë asnjë mrekulli, por thoshin gjithçka tha për këtë njeri, pra për Jezusin, po shkon në vend, po realizohet. Pra Gjoni nuk ishte njeri i mrekullive, por i fjalës. Fjala e tij prekte njerëzit, predikimi i tij, gojtaria e tij që me sa duket Zoti ja kishte dhuruar, prekte zemrat e njerëzve. Njerëzit kur shkonin tek ai, siç thot pjesa ungjillore, i rrfenin mëkatet e veta. Ky pastaj i pagëzonte në lumin Jordan. Gjoni prekte zemrat e tyre. Pastaj njerëzit, si thosh vetvetiu, i tregonin mëkatet e tyre. I prekte edhe me jetën e tij, sepse thuhet Gjoni ishte njeri i veshur me pet leshi dhe veje, e rreth ijeve kishte një rrip lkure, ushqehej me karkaleca me mjaltë të egër. Ballafaqi ishte e njohur edhe pendesa e tij e ashpër që bënte. Prandaj prekte zemrat edhe më shumë. Njerëzit rrëfenin mëkatet e tyre, siç ndodh gjithmonë kur ne jemi përballë një njeriu që e dim se është njeri i Zotit, na vjen, edhe pse nuk i cilësojmë se çfarë do mëkatesh, ndoshta gjithsesi na vjen të themi se sa larg jemi prej këtyre njerëz të Zotit. Si njeri i Zotit shihej Gjoni. Prandaj njerëzit që kërkonin Zotin jetën e tyre e kishin si më të lehtë vetvetishëm të rrëfenin mëkatet e tyre, e të kërkonin ndërmjetësinë e Gjonit që të pajtoheshin me Zotin. Por me sa duket jo të gjithë ata që shkonin ta dëgjonin ishin kaq sinqertë. Disa shkonin edhe ta studionin. Këtyre, në sa ndonjë hiri të veçantë, Gjoni u drejtohet me fjalët e ungjillit sotëm: "Pjedhë shllligash, kush ju mësoi të ikni zemërimit që po vjen? Bëni pra veprat e denja kthimi." I quhen gjerprenj dhe bigjerprenj, dinak, njerëz të cilët bëjnë gjoja sikur i afrohen Zotit, por në shpirt gjithsesi ngulin këmbë në ngurtësinë e tyre. Edhe ato i fton të bëjnë veprat e denja kthimi. Përndryshe Zoti do të kalojë afër tyre, në fakt ishte afër tyre biri i Zotit, mund të mos e njihnin. Sa keq kur edhe ne si krishterë mendojmë se Zoti man gjithmonë anën tonë, nga që kemi bërë këtë apo atë gjë. Si thosh edhe mund të justifikojmë duke menduar se jemi pagëzuar, kemi këto sakramente, kemi atë, dikush është siguruar me shtar, dikush ka bërë kushtet, ka lidhur kurorën e martesës, dikush ka bërë disa gjëra pra të mëdha në jetë.
dhe i duket se i ka rregullu punët me Zotin, por në shpirt pastaj vazhdon të marrë vendime kundër fjalës së Zotit. E nuk heqim dorë nga jeta mëkatare. Edhe ne do të meritonim një qortim të ashpër kështu si Gjoni i lavdishëm në këtë rast. E ishte me të vërtet i lavdishëm Gjoni në sytë e marë Izraelit e tham. E vinte re këtë gjë, por nuk nguronte të sqaronte menjëherë dëgjuesit e tij se nuk ishte ai Mesia. Nuk i erësoheshin syt nga fama e lavdije që dita ditës merrte. E prandaj shpejtonte të thoshte njerëzve, unë ju pagëzoj me ujë në shenjë kthimi, por se ai që po vjen pas meje është më i fortë se unë, e unë nuk jam i denjë as t'ja zbas sandalet. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin shenjtë me zjarr. Gjoni është e vërtetë se predikon ardhin e birit hyj në mesin e popullit të vet, por e di se është shumë më i madh hyji që është në mesin e popullit vet. E në fakt edhe Gjoni do të ketë ato netet e tij shpirtërore. Është një pjesë shumë interesante në Ungjil ku Gjoni në një farë pike nga burgu dërgon disa nga nxënësit e tij që ta pyesin Jezusin a është ai Mesia apo jo. Si të thush edhe Gjoni kishte filluar të mos e kuptonte gjithë këtë përvojtëri të Krishtit, edhe pse ishin ballafaqe njohura mrekullitë e Krishtit. E Krishti në fakt i arreston të gjitha mrekullitë që po ndodhin dhe e forcon Gjonin duke thënë i lumje që nuk e bjerë besimin në mua. Pra edhe Gjoni i është dashur të rritet në njohjen e birit hyjit. Prandaj shpejtonte të thoshte njerëzve se po vjen dikush që edhe unë nuk jam i denjë t'i afrohem, sepse është Zoti, kush mund ta njohin Zotin, mendja jon nuk mund ta kap kur hyjnë në plotësinë e tij. Por mendja jon mund t'i hapet dashurisë së hyjit. Gjoni ishte i vetëdijshëm se mënyra se si do të veprojë Zoti mund të jetë një surprizë për të gjithë. Pak a shumë surprizë, sepse në shkrimin e shenjtë ishin të njohura profecitë mbi Mesin. Sigurisht në leximin e parë pikërisht për Jezusin janë fjalë që thonë pinjolli që doli nga trungu i Eseut dhe që çdo të gjykojë sipas pamjes së syve, por me drejtësi e besnikëri. Nëse ne do të zgjedhim dashurinë, drejtësinë e pastërtinë në këtë jetë, atëherë do të mund të kemi më të lehtë t'i hapemi hirit të Jezusit, e t'i hapemi kështu ecjes drejt jetës së amshuar, aty ku gjitha këto virtyte janë në përsosmërinë e tyre. E këtë lloj lumturie të jetës së amshuar përpiqet të përshkruajë disi Isaia profet kur thotë edhe ujku do të banoj me qengjin, fëmia i vogël do t'i çojë do t'i bjerë, luani kash do të hajë si kau, foshnja do të luajë në vrimin e shthiks. Isaia përshkruan këtu një harmoni të plotë mes gjitha krijesave. Në Paris të gjithë ne duam të shkojmë, por jo të gjithë, duam të bëjmë ndonjë gjë për të shkuar atje. E këtu e kujtojmë edhe një herë fjalën e bukur të Lev Tolstoit, të gjithë mendojmë ta ndryshojmë botën, por askush nuk mendon të ndryshojë vetveten. Të kujtojmë fjalët e Gjonit më saktë, që thotë ktheuni se mbretëria e hyjit është afër, bëni vepra të denja kthimi. Është e vërtetë se Parizi është në sajt e meritave të gjakut Krishtit, por duke qenë se na ka krijuar të lirë, kërkon edhe meritat e secilit prej nesh, meritat e bashkëpunimit ton me hirin e hyjit që na është dhuruar të gjithëve.